Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Natyrshmëria me të cilën na krijoi Allahu. Kur errat fryn furishëm dhe vetëtima buqet, e terri natës përshkon qiellin, natyra e brendshme e njeriut për t'ju kthyer Allahut e zgjon atë nga shkarja. Ajeti kuranor thot: atëherë ja be një erës të hishme dhe rrethohet nga valët prej të gjitha anëve, dhe binden se janë të shkatëruar. Ata e lusin Allahun duke e bërë besimin e tyre të pastër vetëm në ata. Vetëm se muslimani i lutet Zotit të vetë si në kohë lehtësie e bollëku, ashtu edhe në kohë vështirësish dhe hallesh. Sikur ai të mos ishte prej atyre që shumë e përmendin Allahun, ai pa dyshim do të kishte mbetur në barkun e peshkut gjerë në ditën e ringjalljes. Shumica e njerëzve i kërkojnë Allahut në kohë nevoje, dhe kur shpresat e tyre përmbushen, ata kthejnë shpinën me krenari. A mos mendojnë se Allahu, i gjithëpushtetshëm i fuqiplot, mund të mashtrohet? Pa dyshim, hipokritët duan ta mashtrojnë Allahun, por ai mbizotëron dinakëritë e tyre. Ata që i kthehen Allahut vetëm në kohë fatkeqësish, janë në këtë drejtim nxënës të faraonit. Atij ju tha kur ishte tepër vonë: ti tani beson, ndërsa më parë refuzove dhe ishe prej keqbërësve. Dëgjova në radio BBC se kur Iraku pushtoi Kuvajtin, Margaret Thatcher, e cila ndodhi në Colorado, nxitoi menjëherë në kishë dhe ranë gjujë. Shpjegimi i vetëm që më vjen ndërmend është se natyra e saj e lindur u zgjua, teksa ajo ju kthye krijuesit të saj të lartë, me gjithë mosbesimin dhe devijimin e saj. Njerëzit kanë diçka brenda tyre që i bën të besojnë në Allah. Ka një hadith të saktë që thotë: çdo foshnjë lind në fitra, prirje e natyrshme dhe e paprishur e njeriut për të besuar Zotin. Pastaj prindrit e bëjnë qifut, kristian ose i dhujtar. Mos u dëshpëroni nga furnizimi i vonuar. Ai që është i padurimt për furnizimin e tij, i shqetësuar për atë se pse ka aq pak, dhe i paknaqur pse është më poshtë se të tjerët, i ngjan atij që i paraprin imamit në kalimin nga njëri hapi namazit tek tjetri. Në fund, ai nuk mund t'i jap selam, gjersa të ketë dhënë imami. Furnizimi dhe rizku janë përcaktuar dhe vendosur 50.000 vjet para krijimit të vetë universit. Libri i Allahut na thot: caktimi i Allahut do të ndodhë, ndaj mos kërkoni ngutjen e tij. E nëse ai dëshiron të t'i jap ndonjë të mirë, askush s'mund ta pengojë dhuntinë e tij. Kalifi Umer shqiptoi këto fjalë të thella: o Allah, kërkoj strehim tek ti nga qëndresa e të poshtrit dhe dobësia që shoqëron bindjen e rreme. Kjo fjali ka një kuptim mjaft domethënës. Duke u thelluar mbi çastet kyç të historisë, pash se shumë prej armiqve të Allahut kishin nivele të mrekullueshme qëndrueshmërie, kamngulje dhe vendosmërie. Përkundrazi, vërejta se shumë musliman qenë të plogësht, letargjik dhe të dobët, duke pandehur se e kishin vendosur besimin e tyre në Allah, ndërkohë që besimi i vërtet në Allah kërkon përpjekje dhe punë, e pastaj t'i lihen rezultatet Allahut. Kështu e kuptova thellësinë e fjalëve të Umerit, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Përpiquni fort për rezultate të frytshme. El Velid ibn El Mugire, Umeje ibn Halefi dhe El As ibn Vaili harxhuan pa fre nga pasuria e tyre në luftën kundër Islamit dhe përqafuesve të tij. E kështu do të vazhdojnë së shpenzuari, por në fund ajo do të bëhet dëshpërimi i tyre. Pastaj do të mposhten. E megjithatë, shumë musliman janë dorështrënguar, grumbullues të pasurisë dhe të shkëputur nga kauzat e mirësisë. Shpallja na tregon: e kush bën kooperaci,
bën kundër vetës. Dhe kjo është forca e të keqit dhe dobësia e mendjelehtit. Në kujtimet e Golda Meirit me titull Mëri, ish kryeministre e Izraelit thot se gjatë një periudhe të jetës saj, ajo punonte 16 orë pa ndërprerje. Për cilin qëllim? Për t'i shërbyer parimeve të saj të gabuara dhe ideve të shtrembra. Ajo u robtua, gjersa bashkë me Ben Gurionin vendosën një shtet. Pastaj mendova për mira musliman që nuk punojnë as një orë në ditë dhe e kalojnë kohën duke luajtur, ngrënë, pirë, fjetur dhe aktivitetet të ngjashme të pafrytshme. Një ajet kuranor thot: "Ç'është kështu me ju, që kur ju kërkohet të marshoni përpara në rrugt të Allahut, ju nguleni në vend?" Kalifi Umer ishte shumë i palkundur në të punuarit ditë e natë dhe flinte fare pak. Të afërmit e pyesnin: "A nuk po flë?" Ai përgjigjej: "Nëse flë natën, shpirti im do të jetë i humbur, dhe nëse flet ditën, populli im do të jetë i humbur." Kujtimet e Tiranit, udhëheqësit ushtarak dhe ish ministrit të mbrojtjes e të jashtëm të Izraelit Moshe Dayan, shpata dhe sundimi, janë përplot me tregime se si ai lëvizte nga njëri shtet në tjetrin, ditën dhe natën, në përtakime dhe konferenca, duke bërë gjithmonë marrëveshje dhe pakte. U thellova mbi dobësinë dhe paaftësinë e aq shumë muslimanëve. Dhe përsëri më kujtua qëndrueshmëria e keqbërësit dhe dobësia e mendjelehtit. Gjatë sundimit të Umerit, plogështia dhe pasiviteti u kundërshtuan ashpër. Ai i dëboi disa të rinj që jetonin në xhamin e pejgamberit. Ai u kërdis atyre me grushta dhe tha: "Dilni e kërkoni rizikun, sepse qielli nuk lëshon shiari apo argjendi." Për ta cie lind shqetësimin, depresionin dhe sëmundje të shumë fishta, ndërsa aktiviteti dhe puna sjellin kënaqësi dhe lumturi. Nëse çdo gjëri nga ne kryen atë që duhet, të gjitha sëmundjet e lartpërmendura mund të çrrënjosen dhe shoqëria jonë do të përfitonte nga rritja e prodhimtarisë dhe zhvillimit. Disa ajete kuranore pohojnë: "Dhe thuaj, veproni. Atëherë mund të shpërndaheni në tokë dhe kërkoni begatit e Allahut. Garoni me njëri tjetrin në veprat mira. Dhe marshoni përpara." Një hadith thot: "Padyshim, i dërguari i Allahut, Dauti, hante nga puna e duarve të tij." Ndonse mund të duket paradoksale, shumë njerëz janë të vdekur megjithse rrinë gjallë. Ata nuk kanë asnjë ide për qëllimet e jetës dhe nuk bëjnë asgjë për veten e as për të tjerët. Duke cituar Kuranin: "Ata u kënaqen të qëndrojnë me gratë që rrinë në shtëpi." Nuk janë të barabartë prej besimtarve ata që ndetën dhe ata që me pasurinë dhe me jetën e tyre luftuan në rrugën e Allahut, me përjashtim të paaftësuarve. Gruaja Melkur të errët që pastronte xhamin e pejgamberit, luajti rolin e saj me ndjenjën e gatishmërisë dhe të qëllimit. Dhe si frut, ajo mori xhenetin. Një robëresh besimtare është më e vlefshme se një idhujtare, edhe nëse kjo ju mahnit. Po kështu djali që i ndërtoi minberin pejgamberit, kontribuoi sipas aftësive të tij, për çka fitoi dhe shpërblimin e vet. Talenti i tij ishte zdruktaria dhe ai e shfrytëzoi atë. Dhe ata që s'kishin për të dhënë lëmosh përveç asaj që u ndodhej. Më 1985, qeveria amerikane hapi dyert për predikuesit musliman që t'i vizitonin burgjet për t'u mësuar të dënuarve rreth islamit. Me sa duket, arsyeja për këtë ishte fakti se ata kriminal, narkotrafikant dhe vrasës që pranonin islamin në burg, i riktheheshin shoqërisë si pjesëtar të frytshëm e të mirë. Kjo i zgjeroi mundësitë për thirrjen në islam. Vallë, a është ai që qej vdekur,
dhe ne ngjallëm e I dham dritë me të cilën ecën mes njerëzve, si ai që ka mbetur në errësira dhe nuk mund të shpëtojë prej tyre? Dhënia e tepruar pas kësaj jete, dëshira për të jetuar gjatë me çdo kusht dhe një urrëtie patologjike ndaj vdekjes shkaktojnë ankth, shqetësim dhe pagjumësi. Allahu I fajsoi çifutët për lidhjen e tyre të madhe pas kësaj jete dhe dynjaje. Dhe pa dyshim njerëzit më lakmues për të jetuar janë ata, hebrejt, e madje dhe më lakmues se idhujtarët. Çdo njeri prej tyre dëshiron të jetojë 1000 vjet, por edhe një jetë e tillë nuk do t'i shpëtojë ata prej dënimit. Allahu sheh çka veprojnë ata. Janë disa çështje të rëndësishme që duhen përmendur në lidhje me këtë ajet. Së pari, Allahu thot se çdo njeri prej tyre dëshiron një jetë gjatë. Me fjalë të tjera, pavarësisht nga lloji I jetës që bënin, nëse ajo ishte e pavlerë dhe e pa rëndësi apo jo, ata kanë aspirata të forta për të qëndruar në këtë botë për një kohë të gjatë. Së dyti, kemi përdorimin e fjalës 1000 vjet. Arsyeja e kësaj ndoshta buron nga tradita e çifutëve, të cilët kur takoheshin e përshëndesnin njëri tjetrin duke thënë: "Rrofsh 1000 vjet." Allahu I qortoi pse dëshiruan një jetë kaq të gjatë. E megjithatë, ta zëm se ata jetuan vërtet 1000 vjet. Cili do të ishte fundi? Ai prap do të ishte zjarri përzhitës. Ndërsa dënimi në botën tjetër do të jetë edhe më poshtrues dhe ata nuk do të ndihmohen. Sa I bukur është proverbi arab që thotë: "E largoj çdo dëshpërim, se I lutem Zotit tim." Kjo do të thotë se me që Allahu është ai të cilit ja kërkojmë mirësitë, pse të dëshpërohem? Nëse vendosni besimin tuaj te Allahu për shqetësimet tuaja, ai do t'i heqë ato prej jush. A është ai që I përgjigjet nevojtarit kur ai e thërret dhe I cili ja largon të keqen? E kur robrit e mi të pyesin ty o Muhammed për mua, unë jam afër. I përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Një poet thotë: "I duruari e meriton t'ja arrijë synimit, dhe I mësuari me trokitjet është I denjë të hyjë."